Është shkatruar tregu i zi i barnave onkologjik për pacientët me kancer, pohon kreu i Fondit të Shëndetësisë Sasho Klekovski në intervistë për Radio Europën e Lirë. Rasti kriminal në onkologji ishte përshitjen e barnave jashtë vendit dhe unë me përgjithësi pohoj se askush në Maqedoni nuk pagoi për këtë, thot ai. Ovo je prvi put во Македонија да има процес во здравството за ваков тип на криминал, бидејќи сите случаи на одредени кривични дела во здравството биле или за индивидуално мито, или за груби лекарски грешки. Сега немаме гонење за вакво кривично дело и мислам дека е порака до целото здравство дека доколку има такви криминални дела, тие мора да престанат ќе бидат гонети. Неказнивоста во здравството е заради присутниот страв од гонење на лекари. Мислам дека тоа е kulturološki prisutno. Klekovski thot se klinika e onkologjisë mori një buxhet 2 fish më të madh dhe financat nuk mund të jenë më problem. Dhe ajo që po ndodh aktualisht si mungesë e ilaçeve është vetëm për shkak të problemit me distribucionin. Për momentin nuk ka asnjë ilaç që mungon dhe për të cilin nuk ka zaventësim, pohon Klekovski. Со десетина долари или евра придонеси здравствени, не можете да очекувате здравство како што има во Шведска. Prokuroria ngriti 2 akuza në rastin e onkologjisë. Ish-drejtori mjekësor Nino Vasev dhe 3 onkologë të tjerë akuzohen për trajtim të papërgjegjshëm të pacientëve dhe krime të rënda kundër shëndetit të njerëzit. Dëshmia e ekspertëve nga Slovenia tregon se 29 pacientë me kancer u trajtuan në mënyrë të papërshtatshme, gjë që u apërkeqësoi shëndetin. Të tjerët morën terapi biologjike të shtrenjtë në një fazë kur ajo nuk u ndihmonte më. Akuza tjetër është kundër Vasev dhe ish-drejtorit organizativ Nuhi për abuzim, mashtrim dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Provat treguan se 9 pacientë morën një pjesë të ilaçeve vetëm në letër. Hetimi nuk përcaktoi se ku përfundoi teprica e terapisë.